Zoti ju bekoft të dashur vëllezër motra në këtë ditë, si në të gjitha herët që mblidhemi në Zot, jemi shumë të lumtur dhe vim me gëzim, vim me lumturi për t'i dhënë Perëndis një falënderim për gjithë kohën, për të gjithë kohën që ka kaluar, për ditët që kanë kaluar, për ato që kemi bërë në jetën tonë, dhe gjithmonë kemi motive, arsye, mirënjohjeje ndaj Perëndis. Kështu që kur vim këtu, vim me zemër të gëzuar që po ashtu Perëndia të na vizitoj, që ai të vijë në jetën tonë, në qenien tonë, dhe fryma e shenjtë të shfaqet në jetën tona. Ju mos e jani këtu me vështirësitë, me problemet, por me një zemër të gëzuar për të falendëruar Perëndin dhe për ta përlëvduar dhe për të lavdruar emrin e Zotit. Mirë, atëherë mund të uleni vëllezër, kështu që jemi këtu sot të lumtur dhe do të nisim mësimin ton. Mësimi i sotëm është se të gjithë ne duhet të jemi pjesëmarrës të vreshtit të Zotit. Sot do të flasim për vreshtin e Zotit dhe hapim Biblën në librin e Isaias kapitulli 5. Në librin e Isaias kapitulli 5 do të hapim Biblën për mësimin ton të sotëm lidhur me shëmbëltyrën e vreshtit. Dhe ju, kur t'jeni duke lexuar, kur t'jemi duke lexuar, përqëndrohuni, mendoni, reflektoni, bëjeni me gjithë vëmendje, mos u shpërqendroni, shikoni pjesën që do lexojmë dhe mendoni për Perëndin ton. Mendoni se Zoti është krah jush, se po ju shikon, se po ju vëzhgon, se deri në cilën pikë ju realisht përqëndroheni për t'i shërbyer. Dhe thot Perëndia ynë këtu në librin e Isaias, profet i antikitetit, i cili profetizoi lidhur me Zotin ton Jezu Krisht. Dhe ai, kjo profeci i drejtohet të ardhmes, i drejtohet kishës së Zotit ton Jezu Krisht, por kur ne do të lexojmë këto vargje nga vargu 1 deri në vargun 7 do të lexojmë, kur të lexojmë do të vëmë re se Perëndia po i referohej popullit të Izraelit në të shkuarën, atë popull që Perëndia formoi nëpërmjet Mojsiut. Dhe prandaj thot: dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me vreshtin e tij. Kur thot dua të këndoj për të dashurin tim, po flet një person. Dikush po flet. Ju tani më e imagjinoni se kush është ai që po flet ose ajo që po flet. Kisha e Zotit Jezu Krisht, që me mijëra vjet pas këtyre shkrimeve, le të them kështu, do të formohej kisha me Zotin Jezu Krisht. Dhe prandaj thot, dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me vreshtin e tij. I dashuri im kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. Le të imagjinojmë se si ishte ajo kodrin. Le të imagjinojmë një vresht, një mal, një lugin e mbushur me bim rrushi. Ky është vreshti. Prandaj le ta imagjinojmë, thot, i dashuri im kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. E rrethoi me një gardh, hoqi gurët, mbolli hardhit të cilësisë më të mirë, ndërtoi në mes një kull dhe bëri një trokull. Ai priste që të prodhonte rrush të mirë, por në vend të rrushit të mirë, çfarë dha? Dha rrush të egër. Në vargun 3. Kështu pra, o banor të Jeruzalemit dhe njerëz të Judës, gjykoni midis meje
dhe vreshti tim. Është duke folur këtu Zoti Jezu Krisht, kisha e tij, që është ajo që thotë dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të mikut tim lidhur me vreshten e tij, dhe tani po thotë tani duhet gjykuar lidhur me atë që do të ndodh midis meje dhe këtij vreshti. Thoshte Ati Qellor në vargu numër 3. Dhe përse i referohet kaq shumë Jeruzalemit apo Judës, sepse Juda ishte fisi që Perëndia kishte zgjedhur për veten e tij dhe kryeqyteti i Judës, Jeruzalemi. Ky mendoj se ekziston edhe në ditën e sotme. Dhe thot në vargun 4, Ati thot, çfarë mund t'i kisha bërë vreshtit tim që unë nuk ja kam bërë, pse ndërsa unë prisja të jepte rrush të mirë, ai më dha rrush të egër? Por tani do t'ju njoftoj, thot Perëndia, atë që gatitem të bëj me vreshtin tim, dhe do të përpihet krejt, do të shemb murin e tij dhe atë do ta shkelin. Këtu po i referohej Jeruzalemit, Judës, Jeruzalemit, kryeqytetit të Judës, që kishte qenë fisi që Perëndia kishte zgjedhur për veten e tij dhe që Perëndia po kujdesej për atë fis në mënyrë që banorët të gjithë ata të jetonin një jetë të shenjtë, jetë të drejtë dhe të përmbushnin urdhërimet që Perëndia i kishte dhënë Mojsiut për popullin. Dhe atyre Perëndia ju referohet si ai vresht që ai kishte mbjell në atë kodrin pjellore. Dhe duke qenë se ata, populli i Izraelit në aspektin fizik material, dështuan përpara Perëndisë, këtu në librin e Isaias, në periudhën e profetit Isaias, kishin dështuar përpara Perëndisë, tani më Perëndia po jepte një dënim për ndëshkim për Jeruzalemin dhe Judën. Por Zoti e dinte se për të ardhmen Jeruzalemi dhe Juda fizike, materiale që atëherë ishin atje, të cilës Perëndia i referohej, e dinte Zoti se ata ishin prototipi ose simboli ose figura simbolike e së ardhmes, kisha e Zotit ton Jezu Krisht. Kështu që Perëndia tha, do t'i jap fund anës materiale, fizike, do t'i jap fund qytetit të Jeruzalemit me fisin e Judës, do t'i shfaros, por do të mbroj disa të vegjël, një mbetje, dhe ata do t'i ruaj sepse kisha duhet të lind, kisha e Zotit ton Jezu Krisht duhet të vazhdoj, fjala profetike e Zotit duhet të përmbushej dhe Zoti në planin e tij kishte marrë vendimin që të ruante mbetjen, që ishin ata që u morën robër në Babiloni dhe të gjithë të tjerët vdiqën në Jeruzalem dhe në Judë. Kjo është historia që tregohet në librin e kronikave dhe të mbretërve. Dhe profeti Jeremia po ashtu tregon këtë histori të shkatrimit të Jeruzalemit dhe të Judës, fizikisht. Por mbetja një grup njerëzish që ishin çuar në Babiloni, aty ishte esenca, aty ishte premtimi, aty ishte Krishti Jezus me kishën e tij lavdi Perëndison. Faleminderit Zotit në mëshirën e tij. Prandaj, ju vendos pak në kontekst historikisht në mënyrë që të kuptoni këtë pasazh kaq të bukur. Dhe prandaj këtu unë përsëris sërish në vargun 5 që thot, por tani do t'ju njoftoj, thot Perëndia, atë që gatitem të bëj me vreshtin tim. Do ta heq gardin dhe do të përpihet krejt, do të shemb murin e tij, thot, dhe atë do ta shkelin. Dhe kështu ndodhi. Fizikisht kjo përmbush me luftën me ushtrit babilonase kur shkatruan Jeruzalemin dhe Judën. Mirë, vazhdojmë në vargun 6. Do ta katandis në një shkret të tir, thot Zoti, as nuk do ta krasit, as nuk do ta punoj me shat, por do të mbin ferra dhe gjemba dhe do të urdhëroj ret që të mos bjerë shi fare. Në vargun 7, vreshti i Zotit të ushtrive është shtëpia e Izraelit. Dhe njerëzit e Judës janë mbëltesa e kënaqësisë së tij.
Ai priste ndershmëri dhe ja gjakderdhje, prisja drejtësi dhe ja britma ankthi, që dëgjoj nga populli, nga mënyra se si mëkatojnë dhe po mëkatojnë dhe mundojnë nevojtarët, ata që janë të lënë pas dore dhe të gjithë ata njerëz të mjerë të gjorë që vuanin për shkak të mëkateve të kryetarëve, të krerëve dhe mbretërve të popullit Izraelit. Kështu që Zoti këtu diktoi dënimin e tij për të ndëshkuar ata banor të atij vreshti që ai kishte mbjell. Por mirë, nuk mbetet kështu, Zoti nuk mbetet me kaq, ndoshta i dha fund dhe shkatroi atë popull fizik, material, por fjala e tij dhe premtimi i tij dhe plani i tij që Perëndia kishte që përpara themelimit të krijimit të botës vazhdoi përpara. Dhe këtë e shohim në librin e Mateut 21, këtu në librin e Mateut 21 do të lexojmë nga vargu 33 deri në 46. Dhe thuhet këtu në Mateun, në librin e Shën Mateut, që Zoti Jezu Krisht po predikonte ungjillin, po predikonte lidhur me mbretërinë e qiejve. Dhe këtu në vargun 33 thot: Dëgjoni një shëmbëltyr tjetër, ju tha Zoti. Dëgjoni një shëmbëltyr tjetër. Ishte një far zot shtëpie, i cili mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, gërmoi një vend për shtrydhsen e rrushit, ndërtoi një kull dhe u abesoi disa vreshtarve dhe u nis në vend të huaj. Ju e kujtoni se cili ishte burri që e bëri këtë? Nga ajo që sapo lexuam, nga ajo që lexuam në librin e Isaias, e kuptuat që thot se ishte një far zot shtëpie i cili mbolli një vresht, ati ynë qellor. Atje në Isaias, në kapitullin 5, atje thuhet se Perëndia mbolli vreshtin në një kodrin shumë pjellore. Dhe këtu Zoti Jezu Krisht, duke u bazuar në leximin në Isaias, ku Perëndia kishte thënë se kishte mbjell një vresht, Zoti Jezus ju a kujton dhe u jep këtë shëmbëltyr njerëzve që e dëgjonin dhe dishepujve të tij. Dhe u thot eksaktësisht të njëjtën gjë. Me siguri ata njerëz nuk e kishin lexuar librin e profetit Isaia, në atë kohë nuk kishin dëgjuar se Isaia kishte profetizuar këto gjëra, por Zoti këtu po përdorte shkrimet dhe po predikonte ungjillin e tij bazuar te shkrimet, bazuar në 5 librat që shkruajti Mojsiu. Dhe në librat e profetëve, Zoti gjithmonë ju mësonte ungjillin atyre njerëzve në atë kohë. Kështu që ju thot këtu, sa i zot shtëpie, mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, thot, një lloj me vargun me kapitullin 5 të Isaias, gërmoi një vend për shtrydhsen e rrushit dhe thot se u abesoi disa vreshtarve dhe u nis në vend të huaj. Tani pak më vonë, ndërkohë që ne lexojmë, do të kuptojmë se cilët ishin këta vreshtar. Dhe thot këtu në vargun 34, dhe kur u afrua koha e të vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vet te vreshtarët për të marrë frutat e tij. Kur u afrua koha e të vjelave, koha për të vjel, ai thot se dërgoi shërbëtorët dhe ju thot shkoni dhe shihni se sa fruta dha nga mbjellja që u bë, nga ky vresht. Kështu që thuhet për vreshtarët në vargun 35, për vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e rrahën, një tjetër e vran dhe një tjetër e vran me gur. Kjo ishte ajo që bën vreshtarët, kur Zoti i shtëpisë dërgoi shërbëtorët për të mbledhur frutat. Tani pak a shumë ju po kuptoni
se për kë bëhet fjalë, për cilët bëhet fjalë, për kë po flet Perëndia. Dhe thuhet në vargun 36, përsëri ai dërgoi shërbëtorë të tjerë më shumë se të parët, dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Kështu që me radhë, këta vreshtarë të këqinj, them unë, bën të njëjtën gjë me shërbëtorët, u morën jetën, i qellonin, i fusnin në burg, mirë qa nuk bën me ta, dhe në fund thuhet në vargun 37, më në fund ai i dërgoi atyre birin e vet duke thënë, për djalin tim do të kenë respekt. Ju e dini tani më se kujt i referohet. Tani po e kuptojmë se ky ishte Ati qellor. Kur dërgoi vreshtarët, e dini se cilët ishin vreshtarët? Ata që predikonin ligjin e Mojsiut. Ata që mësonin ligjin e Mojsiut, priftërinjt, profetët, të gjithë ata ishin përgjegjës për t'i mësuar popullit urdhërimet e Zotit. Ata ishin vreshtarët. Dhe po ashtu krerët mbretrit, dhe thuhet se kur Zoti dërgoi shërbëtorët, pra dërgoi persona, dërgoi disa profet, para se të vinte Zoti Jezu Krisht, ishin profetët. Para Zotit Jezu Krisht ishte për shembull Gjon Pagzori, dhe ne e dim historinë e Gjon Pagzorit, apo jo, që u fut në burg dhe më pas ju pre koka. Kështu që kjo histori që Zoti Jezus po ju tregon popullit dhe dishepujve të tij është shëmbëltyra e asaj që Perëndia ynë bëri, plani i Perëndisë son, plani i Zotit Jezu Krisht për atë kohë dhe për sot dhe për gjithmonë. Dhe prandaj ne duhet të vëmë të 5 shqisat ose të 6 shqisat në leximin e fjalës së Zotit dhe ta mbajmë në zemrën tonë, sepse nëse e mbajmë fjalën e Zotit në zemrën tonë, do ta kuptojmë dhe Perëndia do të banojë brenda tek ne. Dhe Perëndia do të na ndihmojë në jetë, në të gjitha aspektet e jetës. Perëndia do të jetë gjithmonë me ne dhe do të na ndihmojë, sepse brenda nesh është sinqeriteti, drejtësia dhe ajo dashuri dhe vlerësimi për Perëndin ton, sepse jemi duke lexuar të gjitha këto mrekulli të Zotit që vijnë në shpirtin ton, që prekin shpirtin ton, dhe kështu që kur këtu thot, ky Zot shtëpie, thot pra unë do të dërgoj birin tim se me qenë sa ishte pronari, trashëgimtari, atëherë atë po do ta dëgjojnë dhe do ta respektojnë. Çfarë ndodhi? 38. Por vreshtarët, kur e pan të birin, i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari. Ejani, ta vrasim dhe ta përvetsojmë trashëgimin e tij. Kjo ishte ajo që bën, ajo që menduan dhe ajo që bën, për të vjedhur trashëgimin, për t'i hequr bekimet. Këtu duke folur për gjërat materiale të jetës, por po ashtu, nëse do ta shohim nga aspekti shpirtëror, donte djalli po ashtu të hiqte qafe Zotin Jezu Krisht dhe deshën që duke i dhënë vdekje në kryqin e Kalvarit do të vdiste dhe çdo gjë do të mbaronte dhe ata do të vazhdonin në mëkatin e tyre, djalli duke mbretëruar dhe në të njëjtin mëkat do të vazhdonin ndjekësit e tij, të djallit. Dhe këtu në vargun 39 thuhet, dhe e kapën thot, dhe nxorën jashtë nga vreshti dhe vranë. Është ajo që Zoti Jezu Krisht është aty duke ju ilustruar njerëzve të popullit dhe dishepujve të tij. Dhe Zoti ishte aty duke predikuar dhe duke thënë atë që do t'i ndodhte atij, sepse kjo ishte reale. Zotin kur e kryqëzuan, thuhet se ata e kryqëzuan jashtë Jeruzalemit, jashtë qytetit të Jeruzalemit, në një vend që quhej Golgota, atje u flijua Zoti, sepse për judejt ishte neveri që një person të varej brenda qytetit të Jeruzalemit, ndoteshin.
Kështu që prandaj atë e quan jashtë qytetit të Jeruzalemit, dhe këtu në vargun 39 Zoti ju thot, dhe e kapën e nxorën jashtë nga vreshti, jashtë vreshtit. Flet se fizikisht Jeruzalemi ishte vreshti që po përfaqësonte vreshtin shpirtëror, që është ai i së ardhmes, që është kisha e Zotit. Por ai këtu është duke ju folur në terma literal, në kuptim të parë të fjalës, që ata të kuptonin më mirë, në vargun 40. Tani kur të vijë i Zoti i vreshtit, çfarë do t'ju bëj këtyre vreshtarëve? Çfarë do t'ju bëj? Dhe ata që po e dëgjonin, dishepujt e tij dhe të gjithë njerëzit e tij ju përgjigjen. Ata i thanë, ai do t'i vras keqas ata të këqinj dhe do t'ju abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët ata po e merrnin këtë histori si diçka literale në kuptim të parë, si diçka që flitej për filanin të cilit i kishte ndodhur kjo. Ata në asnjë moment nuk kuptuan se po flitej për vetë Zotin dhe për kishën e tij, ndjekësit e tij, ata nuk e kuptuan këtë. Prandaj ata menduan, ata i dhanë përgjigjen Zotit se çfarë do të bënte Zoti pronari i vreshtit me ata njerëz, dhe ata i flisnin dhe jepnin zgjidhje. Thanë, ti shkatroj pa mëshirë, t'ua besoj vreshtin vreshtarëve të tjerë të cilët do t'i japin frutat në kohën e vet. Unë mendoj se Zoti do t'i vinte për të qeshur nga përgjigjet që i dhanë dishepujt e tij, ose njerëzit. Dhe këtu në vargun 42 thuhet, Jezusi u tha atyre, a nuk i keni lexuar kurrë shkrimet? Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë u bë guri i qoshes, nga Zoti u bë kjo dhe është e mrekullueshme në sy tanë. Ju kurrë nuk e keni lexuar, ju thot Zoti, kjo është në librin e psalmeve, dhe Zoti ju thot, prandaj unë po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis, po ju thot Zoti tani po qartësisht ju thot, do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis, banor të Jeruzalemit, nga ju që jeni nga Juda, dhe ju quajnë judenj sepse jeni nga Juda, ju thon judenj, juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis. Sepse kjo mbretëria e Perëndis do t'i jepet një kombi tjetër, ose një vreshti tjetër, një vreshti shpirtëror që Zoti po ashtu po e mbjell dhe ju thot, juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis dhe do t'i jepet një kombi që do t'a bëj të jap fryt. Bekuar Zoti, që midis këtyre njerëzve ju referohej Zoti paganëve. Paganëve, njerëz që nuk i përkisnin popullit të Izraelit, që nuk ishin judenj, që nuk ishin nga Jeruzalemi, këtyre njerëzve, paganëve që nuk kishin shpresë në atë kohë, ishin atyre të cilëve Zoti do t'ju jepte këtë bekim të madh që t'ju jepte mbretërinë e qiejve. Dhe Zoti në vargun 44 ju thot, dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur, sepse thuhet se në psalmet flitet për gurin që hodhen poshtë ndërtuesit, guri po i referohej Krishtit Jezus, dhe ndërtuesit ishte ligji i Mojsiut dhe të gjithë ata që mësonin ligjin e Mojsiut, dhe po ashtu profetët, po ashtu ata që profetizuan lidhur me Krishtin, ata të gjithë ishin ndërtuesit. Por kur erdhi momenti kur Zoti ju shfaq ati populli atyre njerëzve, ata e refuzuan, ata nuk besuan, dhe prandaj Perëndia Zoti thot, po përmbushet ajo që është thënë në psalmet, se guri që drejtuesit e hodhen poshtë, u bë guri i qoshes, ka ardhur të jetë pjesa kryesore e një ndërtimi, e një ndërtese, dhe kjo do t'i jepet një kombi tjetër. Dhe thot, dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet cop, dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do ta thërmoj. Ai që do të besoj në Zotin Jezu Krisht si Perëndi dhe si biri Perëndis, si shpëtimtari, thuhet se do të ketë begati
dhe do të trashëgojmë mbretërinë e qiejve. Por po ashtu pak më vonë do të shohim se çfarë duhet të bëjmë si pagan që jemi, çfarë do të bëjmë në mënyrë që të mund të trashëgojmë këtë mbretëri. Jemi thirrur, jemi zgjedhur dhe Zoti ka vendosur mbi ne shikimin e tij, por tani ne duhet po ashtu të bëjmë diçka që do të jetë përfundimi, konkluzioni i mësimit. Dhe thuhet këtu në vargun 45 dhe kryepriftërinjt dhe farisejt, kur i dëgjuan shëmbëltyrat e tij, e kuptuan se po fliste për ta. Thuhet se priftërinjt dhe farisejt e kuptuan se Zoti Jezu Krisht po predikonte për ta. Thuhet, dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga turmat, sepse populli e mbante Zotin Jezu Krisht si profet. Kështu që ata thanë, nuk mund t'i bëjmë asnjë të keq e këtij në këtë moment, sepse populli është në anën e tij. Kështu që le të presim. Por vazhdonin të ngurt dhe rebel dhe të pamend, duke mos besuar në Zot. Tani do të shohim këtu në librin e Gjonit, në Ungjillin sipas Shën Gjonit, kapitulli 15. Libri i Gjonit 15. Ungjilli sipas Shën Gjonit 15, dhe do të lexojmë nga vargu 1 deri në vargun 8. Dhe këtu në leximin që sapo bëm, Zoti Jezu Krisht është duke ju folur atyre me shëmbëltyra, duke ju predikuar rreth atij vreshti, rreth mbretërisë së qiejve, sepse realisht ai vresht ishte populli ose është populli i Zotit. Ai popull që Zoti Jezu Krisht nisi të formonte kur filloi të predikonte fjalën e tij, ungjillin e tij, dhe ai filloi të predikonte ungjillin e tij, por ne nga historia shohim se si në Jeruzalem dhe në Jude, sepse Zoti Jezu Krisht ishte në atë territor duke predikuar ungjillin, ai nuk shkoi në vende të tjera, por predikoi atje. Por më vonë ai urdhëron dishepujt e tij, ju thot ju duhet të shkoni të predikoni në gjithë botën. Por unë tani erdha për të shpëtuar këtu në Judejt. Ata popullin, ata erdha që t'i shpëtoj. Por duke qenë se ata nuk e besuan dhe e hodhën poshtë Zotin, Zoti atëherë përmbushi punën e tij që ai kishte me planin e tij dhe i mësonte ata që e dëgjonin, ata që e pranonin që ishte pikërisht populli, dhe ju thoshte se çfarë ishte ajo që ata duhet të bënin në mënyrë që të merrnin apo të fitonin mbretërinë e qiejve, në mënyrë që të ishin pjesë e atij vreshti të Zotit, për të qenë vreshtar dhe korrës së atyre frutave. Dhe këtu Zoti Jezus në kapitullin 15 në librin e Gjonit ju thot gjithashtu popullit dhe dishepujve ju thot: Unë jam hardhia e vërtet. Këtu Zoti po flet qartësisht. Tani nuk foli më me shëmbëltyra duke thënë se ishte një zot shtëpie, erdhi dhe mbolli një vresht në një kodrin pjellore. Këtu Zoti Jezu Krisht hapur ju thot, unë jam hardhia është një bim e rrushit, por të gjitha bimët e rrushit formojnë vreshtin. Dhe kur Zoti foli në Isaias për vreshtin e tij që ai e kishte mbjell, që e kishte vendosur mbi një kodrin pjellore atë vresht, i referohej shumë bimëve, me mira ndoshta, që është çdo person, çdo burr apo grua, çdo qenie njerëzore është një bim rrushi, dhe të gjitha së bashku formojnë vreshtin. Por bima kryesore e rrushit është Zoti Jezu Krisht, dhe tani duhet të sqarojmë lidhur me vreshtarët dhe lidhur me shërbëtorët dhe me vreshtarët dhe lidhur me frutat. Por më parë Zoti thot, unë jam hardhia e vërtet.
dhe ati im është vreshtari. Ati. Këtu në këtë rast, vreshti që mbollën që Zoti në librin e Mateut fliste, thot se Zoti i shtëpisë mbolli, po, Perëndia ynë duke ju referuar atij, dhe vreshtarët ishin ata profet, ata njerëz që ishin përgjegjës për të profetizuar, për t'i folur popullit, për të korrigjuar që populli të mos jetonte në mëkat, që të largoheshin nga kjo, që të bënin të mirën, që të vepronin me drejtësi, që të ishin të drejtë, që të gjithë ata të ktheheshin në vreshtar të atij vreshti. Krerët po ashtu në atë periudhë. Dhe nëse flasim për anën shpirtërore, tani do të flasim për anën shpirtërore që është pjesa që më shumë na intereson neve sot. Kështu që thot, unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Por duke qenë se vreshtari ka nevojë që shërbëtorët, apo jo, t'i sjellin frutat vreshtarit, që t'ia prezantoj atit, thuhet, çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, ai e heq. Unë mendoj se shërmendët janë ato që ne me raste i quajmë deg të një peme. Kjo është ajo që unë kuptoj me fjalën shërmend dhe thot se çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, sepse trungu kryesor dhe rrënjët thot se ishin Zoti Jezu Krisht. Dhe thot çdo shërmend në mua që nuk jep fryt ai e heq, dhe çdo shërmend që jep fryt ai e krasit që t'i jap më shumë fryt. Kështu që ne tani e imagjinojmë, po Zot, ti je ajo bim, ajo hardhi, ne jemi fletët, degët, dhe aty jepen ose bëhen frutat, dhe nëse ne jemi aty të ngjitur me atë bim, atëherë ti do të na pastrosh dhe na pastron çdo ditë sepse jemi duke bërë vullnetin tënd. Jemi duke përmbushur urdhërimet e Zotit. Sepse aty është pjesa e pastrimit të fryteve. Aty është kur thuhet në Isaias se në vend të jepte rrushë të mirë dhe rrushë të egër. Kështu që frytet ishin të këqinj, dhe prandaj ai vresht u dogj, u shkel, u shkatrua. Por Zoti Jezus kur thot unë jam hardhia dhe ju jeni degët ose shërmendët që duhet të jepni fryt të mirë, dhe nëse jepni fryt të mirë, atëherë unë do t'ju pastroj më shumë dhe më shumë që ajo bim ose ai shërmend ose ajo deg të jap më shumë fryte. Atëherë aty është kur ne kujtojmë, kur thuhet se fryma e shenjtë dhe dhuntit e tij vijnë tek ne, te qenjet, për të na pastruar ne dhe për të na hequr papastërtitë e tendencës prirjes son mëkatare të mishit ton, dhe Zoti na pastron dhe na i heq këtë, sepse duam të ndryshojmë, sepse duam të jemi ajo bim apo ajo deg krah Zotit e mbushur me fryte të mira, dhe që të jemi gjithmonë me Zotin në mënyrë që të marrim mbretërinë e qejve ose jetën e përjetshme. Dhe prandaj për këtë duhet të përmbushim urdhërimet e Zotit. Dhe prandaj duhet të jemi të vëmendshëm për të ditur se cilat janë ato gjëra që nuk duhet të bëjmë, mëkatet, cilat janë mëkatet. Njerëzit në botë, besimet fetare i ndan mëkatet në mëkate të mëdhenj dhe të vegjël. Dhe njerëzit thoshin, besimet fetare në botë thoshin se mëkateve të mëdhenj duhet t'u kushtojmë shumë rëndësi për t'i hequr, por mëkatet e vegjël mund të qëndronin me personin. Por rezulton se mëkatet e vegjël janë ato që bojnë më shumë dëm në jetën shpirtërore të një besimtari, sepse janë mëkate të fshehura, që asnjë nuk i shikon, asnjë nuk i di, asnjë nuk na i njeh dhe mashtrojnë, dhe jeta shpirtërore e personit preket, dëmtohet, dhe jeta shpirtërore e besimtarëve po ashtu dhe familjes së tij ose të gjithë atyre që njohin gjërat e Zotit dëmtohet me këto mëkatet e vegjël. Kështu që shohim këtu se frytet duhet të jenë të përsosur. Frytet nuk mund të shoqërohen
me mëkate të mëdhenj as të vegjël. Por çdo mëkat, çdo e thjesht, madje një person që është gënjeshtar ose një person që zemrohet shpejt, aty ka tani më një mëkat, gjë kjo që e njollos dhe kjo bën që fryti i tij të mos jetë i pastër. Kjo bën që të ketë nevojë që Zoti ta pastroj. Është e nevojshme që ky person në këmbim të pranoj gabimin e tij në mënyrë që Perëndia ta ndihmojë që të ndryshojë dhe të mundet të jap fryt të mirë dhe në këtë mënyrë të mund të qëndrojë si shermend të jetë aty, ngjitur me atë bimë me vreshtin që është Perëndia ynë. Siç thot Zoti Jezus, unë jam hardhia. Dhe në vargun 3 thot, në vargun 3, ju tashmë ju thot atyre që ishin prezent, ju tashmë jeni të pasur për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua, siç ju thash më parë të jemi ngjitur me bimën, me trungun, me rrënjën, thot qëndroni në mua dhe unë në ju, sikurse shermendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po që se nuk qëndron në hardhi që është bima me rrënjën, ashtu as ju nuk mund të jepni fryt nëse nuk qëndroni në mua, nëse nuk jemi në Zot, nëse nuk kemi besuar, nëse nuk kemi vlerësuar Perëndin ton, nuk e kemi nderuar, atëherë ne nuk do të mund të japim asnjë fryt të mirë. Vargu 6. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shermendi dhe thahet dhe pastaj mbledhin i hedhin në zjarr dhe digjen. Kështu që thot ai që nuk qëndron në mua, nëse ne nuk qëndrojmë në Zot, por tërhiqemi, nuk themi më në kish, ndalojmë lutjet, leximin e Biblës dhe fillojmë sërish të bëjmë mëkatet në botë dhe harrojmë Perëndin, do të thotë se nuk qëndruam në hardhi, do të thotë se jemi një shermend i lirë i veçuar që përfundon duke u tharë sepse nuk ka kush ta ushqej. Dhe nëse ne tërhiqemi, atëherë ne nuk do të kemi Perëndin, do të kishim vetëm armikun që do të ishte ai që do të lumturohej nga ai vendimi i keq i imi. Dhe atëherë do të dështonim përpara Perëndisë dhe çfarë do të ndodhte? Do të vinte koha që unë do të isha simbolikisht, siç thot, vreshti do të digjet, shkelet dhe zhduket sepse nuk vlen asgjë. Kështu do të ishte jeta jonë shpirtërore, të humbur, pa qëllim, pa lumturi në botë, pa Perëndin, pa një mbështetje, pa një ndihmë dhe një ditë kur të vdesim do të iknim në humbje. Kjo do të na priste, prandaj Zoti në këtë mënyrë kaq të mençur të urtë, duke folur për vreshtin, duke u munduar që njerëzit ta kuptonin ata në atë kohë dhe sot ne këtu, po ashtu duke menduar, reflektuar rreth të njëjtës gjë, duke u munduar të kuptojmë dhe të kërkojmë Perëndisë son që të na ndihmojë që të jemi gjithmonë ne të ngjitur aty me të, që të mos largohemi nga aty, por që Zoti gjithmonë të jetë ajo bimë, ai trung dhe rrënja që na ushqen, bekuar Zoti. Kështu që në vargun 7, Zoti Jezu Krisht thot: në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet lavdi Perëndisë son, për lëvdimet për Perëndinë e qellit, nderi për Perëndin ton, duhet ta vlerësojmë Zotin, të vlerësojmë Perëndin, të vlerësojmë që Perëndia na ka sjell në këtë vend, që po na mbledh, që po na bën të njohur fjalën e tij, rrugën e tij, na ofron jetën e përjetshme, na ofron mbretërinë e qejve, na ofron që të jemi ai fryt që çdo ditë është i pastër dhe do të jetë i pastër çdo ditë e më shumë, dhe që kështu do të jemi fryte të mira dhe do të jemi me Zotin duke shijuar atje përjetësinë e mrekullueshme për të cilët flitet në librin e zbulesës, për atë që Perëndia ka për ata që shpëtohen.
kështu që vëllezër dhe motra ju mundohuni. Nëse ju ndjeni se keni një dobësi, një gabim, një mëkat, një tëmet në jetën tuaj, siç i quajnë mëkatet e vegjël, ato që i quajnë besimet fetare, kërkojini Perëndis. Kërkojini Zotit që t'ju ndihmoj të ndryshoni. I thoni Zot, shiko dobësinë time, shiko gabimin tim, shiko mëkatin tim, Zot, nuk mund ta heq, nuk mundem unë i vetëm, më ndihmo, ki mëshirë, sepse unë dua shpëtimin, unë dua paqen në shpirtin tim, dhe Perëndia do t'ju ndihmoj, Perëndia do t'ju bekoj, do t'ju pastroj dhe do t'ju heq të gjitha këto gjëra sepse ai është i mëshirshëm, dashuria e Perëndis. Le të ngrihemi në këmbë dhe t'i lutemi Atit ton qellor. Bekuar Perëndi, i fuqishëm Perëndia ynë, i fuqishëm është Zoti, mbret i shenjtë, i drejtë, i mëshirshëm, i bekuar Perëndia ynë. Kush është si Zoti im? Kush është si Perëndia ynë që bëri qiellin dhe tokën? I bekuar përgjithmonë është emri yt, i përlëvduar ndër shekujsh. Të lëvdojmë, Zot, të japim nderin, të japim lavdin, adhurimin për ty. Qofsh i bekuar përgjithmonë, i shenjtë është emri yt, i fuqishëm është Zoti, i fuqishëm është mbreti. Zot, dërgo fuqinë tënde, dërgo fuqinë tënde shpirtërore, dërgo dhuntit frymërore, dërgo frymën e shenjtë, mbush Zot gjithsecilin me frymën tënde, me fuqinë tënde, bëj mrekulli shenja në gjithsecilin Zoti im. Shiko ata që kanë nevojë, shiko ata që kanë dëshira, që kanë kërkesa, shiko të sëmurët, shiko ata persona që i mbajnë të lidhur frymrat e liga, nga magjit, Ati i shenjtë, shtri dorën tënde të fuqishme, çliro dhe beko dhe begato çdo njërin, dhe ti je ti duke shëruar dhe duke pastruar gjithsecilin. Thyej zinxhirët, thyej kurthet e shtypjes, bekuar Zoti. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bekuar emri i Zotit, shumë falemderit të dashur vëllezër dhe motra, Zoti ju bekoft. Falemderit, Zoti ka dhënë bekime. Zoti ka qenë me çdo njërin prej jush. I jeni besnik Zotit. Zoti me të kemi çdo gjë. Shumë falemderit, ju dua me gjithë zemër, falemderit dhe mirupafshim. Zoti ju bekoft.